Shkruan Gjergj Zefi. Në kohë lufte nuk janë vetëm tanket që flasin, por edhe fjalët, dhe ndonjëherë zërat e butë janë ata që tingëllojnë më fort. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka ftuar Papa Franceskun të vizitojë Ukrainën, një thirrje që shkon përtej politikës, është një apel për ndërgjegjjen globale. Nëse kjo vizitë ndodh, do të jetë shumë më tepër se një akt simbolik, do të jetë një ndërhyrje morale në një konflikt ku e drejta është shpesh e shtypur nga fuqia dhe ku viktimat nuk kanë asgjë as përfaqësim. Papa nuk premton armë, por jep shpresë, nuk ofron zgjidhje teknike, por ngre një pasqyrë për të reflektuar mbi çfarë kemi bërë si shoqëri për të ndaluar barbarinë. Ndërkohë, nga ana tjetër e spektrit të Perëndimit, Donald Trump artikulon një qasje që ngjan më shumë me një pazar lufte sesa me një ofertë për paqe. Në deklaratat e tij të fundit, Trump i ka bërë thirrje Ukrainës të tërhiqet nga Donbasi për të shmangur humbje më të mëdha. Një lloj diplomacie shantazhi që jep të drejtë agresorit dhe redukton sovranitetin kombëtar në monedhë shkëmbimi. Ky kontrast është rënditës. Në njëra anë Papa që flet për paqe me dinjitet dhe drejtësi, dhe në anën tjetër një politikan që e sheh luftën si mundësi për të rinegociuar kufij dhe interesat e tjerë. Trump nuk shqetësohet për viktimat, për fëmijët në rronoja apo për të drejtat ndërkombëtare që po dhunohen. Ai flet me gjuhën e fitimtarit të ftohtë, atë që e sheh paqen si një transaksion jo si një proces pajtimi dhe drejtësie. Nëse Perëndimi zgjedh rrugën e Trumpit, atëherë ai pranon një botë ku më i forti bën ligjin. Nëse ndjek mesazhin e Papës, zgjedh një model ku edhe viktima ka zë dhe ku paqja nuk ndërtohet mbi rronojat e të drejtës. Historia do të kujtojë jo vetëm atë që ndodhi në Ukrainë, por edhe se si u reagua ndaj saj. Në një skem botërore që ka harruar kufirin midis kompromisit dhe cinizmit, mesazhi i Papës vjen si një kujtesë e asaj që kemi humbur, moralin si bazë për politikën dhe ndoshta edhe për njerëzimin.